Në fshatin Nim që ka patur mbi 10 galeri që shfrytëzoheshin në atë kohë për nxjerrjen dhe përpunimin e uraniumit, ka patur edhe humbje jetësh në ato galeri. Kanë punuar familjarët e mi, xhaxhallarët e mi, xhaxhallarët e babait, të cilët të gjithë kanë vdekur nga kanceri. Këtë 31 vjeçare takuam teksa ishim duke marrë kampionime ujë në përrojën e Nimçës që rrjedh nga kjo kodër për të analizuar prezencën e metaleve të rënda në ujë dhe tokë dhe për të kuptuar dëmin që ato shkaktojnë në mjedis dhe në shëndetin e njeriut, ndërsa ai përlotur në rrëfen se ka humbur nga kanceri shumë familjarë në moshë të re, si pasojë e ekspozimit të tyre me uraniumin prezent në ujë, tokë dhe ajër. Kemi xhaxhallarët e gjyshit që të gjithë kanë ndruar jetë nga kanceri. Ju kemi ndej të afër, jemi trishtu, dhimbja për një të afër kur e shikon në atë gjendje. Kemi pas xhaxhain e babit që ka qenë me kancer, që e maj menon më shumti që kam në kujtesën time. Ati kishin rënë flokët, efektet e kancerit, vujtje, dhimbje. Iriu na tregon se edhe sot banorët e fshatit vuajnë pasojat e atyre galerive. Ka shumë fshatar dhe kushëri tanë që vuajnë akoma nga efektet anësore të uraniumit, toka, uji, ajri, të gjithë kanë përmbajtje uraniumi. Njeriu duke qenë me një trashëgimni pozitive për shkak të mikroelementeve dhe metaleve të rënda, i ndryshon geni që merr sëmundje të nivelit kanceroz, të nivelit të depresion. Po si dhe sa ndikon prezenca e uraniumit apo edhe metaleve të tjera të rënda në shëndetin e njeriut? Në Shqipëri vetë sëmundjeve gjenetike, disa nga sëmundjet më të përhapura janë anemia, hipertensioni, çrregullimet e funksionit të mëlçisë dhe veshkave dhe një nga faktorët e jashtëm më me ndikim në shfaqjen apo zhvillimin e këtyre sëmundjeve është ekspozimi i njeriut me metalet e rënda si bakri, plumbi, nikeli, arseniku, mërkuri, kromi. Një nga mënyrat e ekspozimit të njeriut me këto metale, kryesisht arsenikun, vjen si pasojë e përdorimit të ujit të lumenve dhe liqeneve, por kryesisht duke marrë nga ushqimet ujore. Profesor Sazan Guri e cilëson atë si një nga helmuesit më të mëdhenj të njeriut, nga i cili duhet patur tepër kujdes, teksa paralelizon një episod të problematikave që ka shkaktuar ky metal i rënd në shëndetin e popullit britanik. Pecet e Irlandës me qymyr me naftë, itnin arsenikun, i cili binte në det dhe thithësh nga peshqit. Mjekët atëherë nuk kuptonin dot pse mëqia dhe veshka e një britaniku kishte arsenik, ndërkohë që ata e merrnin jo direkt nga ajri, po e merrnin nga ujët e detit, nga peshku i detit. Burimet më të zakonshme të ekspozimit ndaj metaleve të rënda përfshin emetimet industriale nga qymyri, inceneratorët e mbetjeve dhe shkrirja e metaleve, ndaj analizimi i lumit drin si kampion, i cili formohet nga drini i bardhë që vjen nga Kosova dhe drini i zi që vjen nga Maqedonia e Veriut, është mënyra më e mirë për të parë se në çfarë niveli është prezenca e metaleve të rënda në ujë dhe tokë, shtuar dhe faktin e prezencës së ish fabrikave dhe ish uzinave të prodhimit dhe përpunimit të metaleve të rënda pranë këtij lumi, si në territorin e Kosovës gjatë regjimit të ish Jugosllavisë, ashtu edhe në territorin e Shqipërisë, të ndërtuara në kohën e diktaturës komuniste. Pika e parë e kampionimit në territorin e Kosovës u mor më datë 6 shkurt 2025 në lumin e Rimnik, pranë të cilit operon prej disa vitesh një kompani koncesionare, njëkohësisht servis automjetesh. Ndodhem këto në Xërc të Rahovecit dhe prapa me ndodhet lumi Rimnik, një lum i vogël, jo me prurje të mëdha. Kemi ardhur me hulumtu se sa metale të rënda ka në këtë lum. Nga këto rezultate vije 3, që ka një përqindje hekuri më të madhe se sa gjithë metalet e tjera, ka nikel, vije cilat le të kuptosh që ka patur një farë aktiviteti minerar ose ka një farë ndotje nga ato biznese që mund të ketë patur krom, nikel ose një gjë të tillë.